së telefonatës sepse edhe zonja në fjalë do t'rregoj një histori të vetën shumë të rëndë dhe do flet për një sëmundje që e po e sfidon. Nuk e di a kemi linjën telefonike gati. Nëse e kemi gati, ju lutem jep një shenjë nga regjia dhe dua të bisedoj me zonjën Lumturie, nëse unë nuk gabohem, e cila do të jetë e kyçur shumë shpejt në linjën telefonike këtu në emisionin Talk Show. Përshëndetje zonja Lumturie, besoj që më dëgjoni. Përshëndetje. Po, ju dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje. Faleminderit shumë që e pranove Faleminderit të për jesh ftesën. të lutem me meriton. Faleminderit shumë që e pranove të jesh pjesë e emisionit të sonte në Talkun tim. Unë e paralajmërova për publikun dhe besoj që e ke dëgjuar temën të cilën unë e trajtoja aktualisht në këtë pjesë të tretë. Flisja për forcën e Po, gruas, flisja për femrën dhe sidomos flisja për vajzat të cilat trafikojnë që në moshë të re. Por fatmirësisht ju nuk keni patur një fat të tillë, ju keni patur një jetë shumë të mirë, por fati juaj ka qenë ndryshe. Ju keni humbur nënën edhe vllaun nëse nuk gabohem nga kanceri dhe sot po luftoni po. vetëm me kancerin. Historia ime, unë kam bërë një jetë shumë të mirë, kam pas një familje shumë të rregullt dhe kam një familje shumë të rregullt, kam pas një profesion shumë të mirë, se kam qenë stiliste, kam pas, në fjalë kam pas tjetër jetë. Në momentin vllai im është sëmurur para 17 vjetëve, që do të thotë, ka luftuar me leuqemi 17 vjeç. Gja- Po, ka qenë me leuqemi. Dhe gjatë kohës që ai u diagnostikua me leuqemi, menduam se gjithçka kaloi, se menduam se u bë mirë. Vitet e fundit ai u rëndua. U rëndua, mami normale që të kesh një fëmijë të sëmur dhe se ke parasysh se ndodhej në Milano në Itali, ka ikur me eksodin siç ikën gjithë shqiptarët për një jetë më të mirë, dhe të sëmuret fëmija andej është tronditse. Mami im pësoni infarkt, pati probleme me zëndrën dhe me kurime me gjëra ishin të prekupuar për vllain. Në 2013, pa e kuptuar, pa e ditur, ka qenë ditë e zakonshme, ka qenë korik, duke bërë dush, si të shihemi në femrat që kontrollojnë për ndonjë gjë, për ndonjë gjë kështu, konstatoj në gjoks një gjëndër. Unë jam nga Vlora. Dhe ne në Vlorë kemi fatin më të madh që kemi një mjek shumë të mirë, Max Gega, do e keni dëgjuar, dhe ka një klinik profesionale. Vetët e Maxi kontrollojnë e më thotë që ke tumor belin, mos u shqetëso, po duke parë që kisha vllain me leuqemi, u sëmura dhe në fjalë u konstatova dhe unë me tumor, për familjen time ishte shumë tronditse dhe për nënën time. Do me thënë ju në të njëjtën kohë, teksa vllau po luftonte me leuqemin, ti je diagnostikuar me Unë, tumorin në gjë. po, në 2013. Okej. Dhe më thot doktor Maxi që Lumi rije i qetë se ke belin, se për momentin është në gjumë, ama po u zgjua do bëhet shumë agresive. Unë vazhdova jetën normalisht, tek Atelja, se kam qenë administratore te maskat në Vlorë, te maskat veneciane, djalë Dajos, tek Asbrozilja, vazhdova jetën normale në një fjalë. Ndodhi që ndodhi Covidi, dhe siç ndodhi Covidi dhe u mbyllën të tëra gjërat. Mami u keqësua, në 2017 mami pëson një infarkt prap, venat e bllokuara, valvula dal jashtë përdorimit, edhe duke u përkujdesur për nënën, i mbylla të tëra aktivitetet e mia, ju fokusova mamit për të shpëtuar, se doktori tha është në gjendje shumë të keqe. Në momentin që mami bëhet pak më mirë, ka qenë një natë koriku, data 10 korik, kam qenë duke fol me motrën, se i kam të tërë në Itali, familjen time, vetëm unë e nëna ime ishin në Vlorë, dhe duke fol me motrën, më jep një dhimbje shumë të fortë gjoksi. Faktikisht kishte muaj që kishte filluar, pak nga pak më jep të dhimbje nga çerekore.
Po thoshja që jo koha, jo... Nuk ma merrte mendja që t'ishte agravuar në atë gjendje. Pasi unë isha në kontroll çdo vit, çdo 6 muaj, çdo vit, tek doktor Maxi. Dhe më thot motra, ka qenë ditë e diel, ka qenë 10 korik, më thot motra, nesër do vesh urgjent të kontrollohesh te Maxi. Vetë te Maxi, aty ishte djali i Maxit, Bezgega, Tiron, kjo botë ka njerëz shumë të mirë. Ne shqiptarët jemi vërtet shumë të mirë. Kur duam, për të ndihmuar njerëzit. Më vizit, më viziton, më konstaton që kisha masa tumorale që kisha ishte zgjuar dhe kishte lëshuar degëzimet e saj te pjesa lart, se kisha gjendën e kisha te pjesa poshtë e gjoksit, më kishte dalë te pjesa lart dhe kishim kaluar nga nën sjetull. Që do të thotë masa tumorale të mia ishin bërë shumë agresive, malign, dhe ishin prapë mjaftueshëm në trupin tim. Dhe më thotë doktori që dëgjoj thot, është shumë e rëndë kjo që do them, për një njeri që është vetëm te doktori dhe nuk e pa nde, duke ditur që unë e di çka kam edhe nuk e mora me sportivitet. Dëgjoj më tha mua. Treni i ke hipur, biletën e ke prerë. Lëviz sa më shpejt. Ajo ka qenë një shok për mua. Ka qenë një shok për mua dhe në moment mendova vetëm për nënën time që ishte 89 vjeçe, kishte 3 vjet në krevat, nuk lëvizte nga vendi, bënte të tëra nën vete. Dhe si do t'ja komunikoja unë këtë fakt? Dhe që unë duhet të lëvizja urgjent nga Shqipëria. Po pale nënën vetëm. Nëna ishte prioriteti. Jo vetja ime. Mase tingëllon keq, por për mua ishte nëna shumë prioritet. Ka qenë rruga më e gjatë për mua që nga klinika deri në shtëpi, me faktin që unë tani jam me kancer, i kam vitet e numëruara. Isha në gjendje shoku. Jo, në 2021 më ka ndodhur që në 2021 unë u konstatova me kancer malign. Unë kam 4 vjet, dije kanë bërë 4 vjet plot që unë po bëj betejë me kancerin. Jam operuar, dje ka qenë data 18 që unë jam operuar. Dhe dje ka qenë një ditë për mua edhe lumturie, që unë po ja dal, po dhe një gjendje shumë shumë emocionale se vllai im në 2023 nuk ja doli dot, ndroi jetë. Dhe para se të ndronte jetë, më ka thënë, motra ime, unë dua të shkoj qet, po të më japësh fjalën që ti do ja dalësh. Do luftosh për mua që nuk ja dola dot, për veten tënde dhe për mamin që është në atë gjendje. Dhe vllai në 15 dhjetor të 2023 ndroi jetë. Pa e ditur, në moshën 67 vjeç. Shumë i ri. Pa e ditur që ndomira goditjen e radhës për nënën. Duke vazhduar me betejat në operacionet, që nga bërë 8 operacione. Që nga biopsia e parë, se biopsia unë e quaj operacion se është shumë i vështirë, të merret pjesë nga masa tumorale, është operacion i vërtet, me narkozë të tëra. Kam bërë 2 biopsi, pastaj hoqa gjoksin. Gabimi im ishte që vendosa për të bërë rikonstruksionin e gjoksit, se në konstruksionin e gjoksit më solli pasoja shumë të parikuperueshme mbrapa, që do të thotë bëra 2 operacione të tjera që më morën pjesë nga barku dhe më mbushën gjoksin. Doktorët këtu në Itali, kirurgjia plastike, se doktori kirurgjisë së gjoksave ishte një nga më të mirët, mua më hapi dyert, se unë isha vetëm me pasaportë shqiptare dhe
ne shqiptarët nuk na pranojnë vetëm me pasaportët shqiptare të hysh në spital Po. për të kryer operacionet e për të kryer kontrolle. Po gjendja ime siç ishte në 2021 që ishte dhe Covidi, që ishin dhe gjërat, nuk ishte aq e lehtë për të lëvizur me tragete, me Ka qenë gjëra. sfidë më Ishte vete. izoluar. Kemi qenë të izoluar dhe ishte një sfidë shumë e madhe, duke ditur që unë kisha shumë pak kohë jetë dhe brenda një muaji unë duhet televizja na të kisha filluar se po kaloj muaj unë mbylla gjithçka me jetën. I telefonova motrës, i thash gjendja është kështu kështu, nuk ka si motra ty. Vëllezërit të kenë jetën, po nuk ka si motra. Unë këtë mendim kam. Mua motra më është bërë, Motrën është. motra ime është një heroine vërtet. Motra dhe buri motrës. Janë të dy, për mua më kanë dhënë jetë të dytë. Në rast pas Zoti, edhe motra që nuk është lodhur asnjë sekond me mua. Unë orën 5 mbas ditës flas me motrën, në orën 7 motra ishte para derës së shtëpisë. Me gjithë të shoqin. Më marrin, më sollin në Itali, kontrollojnë për mjek, po siç thash ishte edhe Covidi, ishte edhe korrik që këtu në Itali marrin pushimet, ikin me pushime mjekët. Po. Dhe fati im i mirë, Zoti që me mua, që ndodhi që klinika që unë vajta ishte doktor Stefano Burlizi, që e falenderoj, është shefi i tumoreve i spitalit Aperino në Itali, dhe shefi mafi kirurg i tumoreve. Vajta te klinikë e tij, telefonuam, na pranoi. Momentin që pa gjithë letrat e mia dhe pa gjendjen që isha unë, është treguar shumë human me mua. I tha kunasit që na këtë letrën dhe vajza do hyjë në procedurat e bërjes së biopsisë, se operacionin do ja bëj unë vetë. Në momentin që i thot kunati sa të kushton puna, faturën me fjalë, siç janë ato rregullat, doktori ka dhënë një përgjigje Tiranë që unë kam lotuar dhe kam thënë pas ka dhe njerëz të mi në këtë botë. Se nuk ishte vetëm thjesht pagesa e vizitës që nuk ma mori, por ishte hapja një rruge të shtruar që unë të vazhdoja betejën time pa probleme me kancerin. Dhe sot Vete të nesme në spital. ti je mirë me Vete shëndet. të nesme. Unë vazhdoj akoma kimioterapin, kam vazhduar operacionet, se s'jam operuar vetëm nga gjoksi, si stash gabimin që bëra rekonstruksionin edhe kirurgjia plastike mori dhjam aty ku nuk duhet, dhe mua më del një masë në mushkrim midis cipës së trashës dhe cipës së hollë. Dhe unë jam operuar në qershor pas vdekjes së vllait, unë duhet të hyja në sallë. Imagjino gjendjen shpirtërore që unë kisha. Hyra në sallë, operova mushkrit, fati im që doli belin, tumor belin, jo malin, dhe në mars duhet të operohesha në tetor ose në dhjetor të 2024-s. Në 2024 nëna ime ndron jetë dhe unë shty operacionin për të bërë, se doja që të varrosja maman. Po. Mos më ngelej peng. Se vlla nuk vajta dot për vlla, se nga kisha me kimio, me operacione, me gjëra dhe nuk mundesha dot udhëtoja për në Milano. Dhe në mars unë kryej operacionin e fundit që heq protezën. Në një mas, proteza ishte bërë në një ngjyrë të zezë, ujë i zi, dhe në qoftë se unë nuk e hiqja siç e hoqja në mars, mua do më krijosh probleme të tjera. Në momentin që ne flasim bashk, unë kam përfunduar imunoterapin, kam 2 imunoterapi, po kam përfunduar njërën, Verzenio që ishte shumë e fortë, dhe tani jam duke vazhduar dhe në 2027 me imunoterapin. Unë do ja dal Tiranë. Unë i kam premtuar vllajt dhe nënës që do ja dal. Dhe motrën time unë nuk e lë vetëm. Dëgjoj, mua më ke emocionuar dhe unë të përgëzoj për guximin që ke, zonja Lumturi.
Nga kjo gjë që ti ke kaluar dhe nga gjërat që shikon në përditshmëri që vëllezërit me motrat nuk flasin, motrat me motrat nuk flasin, cili është mesazhi jot për këto njerëz? Me sinqeritet të them që dhe në familjen time, vlla im i madhi nuk lëvizi gishtin e këmbës. Tjetri ishte sëmur, motra që një motër kam dhe punati më është bërë vlla. Dhe unë jap mesazhin që mos i lini njerëzit të ikin nga kjo botë për një përkushtim, për një kontroll. Sot ka nevojë ata, nëse mund të keni nevojë ju. Mbështetini, përkrahini në betejën e madhe të kësaj sëmundje. Unë jam e rrethuar me shumë dashuri. Tiranë. Mua gjithë familja ime më mbështesin, pavarësisht vllait të madh, se nuk dua ta diskutoj që dal negative në këtë, se nuk janë negative, por realiteti ky është se ka dhe në familjar që vazhdoj jetën e tyre dhe nuk e prishin Terezinë e tyre për të shpëtuar një jetë në familje, por unë themi mbështisni. Unë jam i Se bindur që është një kohë, pas kësaj ndërhyrjes që bëre ti në emision, unë jam i bindur që ndoshta vllau të dëgjon dhe sonte më shumë se kur ai ka kuptuar dashurinë tënde të sinqertë dhe unë dashurinë prapë tënde dua, të vërtetë. se është vllai im. Pavarësisht se mua nuk më dha dorën, në një moment të vështirë time, ai është vllai im edhe nuk e kur poshtë. Zonja Lumturi, unë të falenderoj shumë që ishe me mua, sepse ne jemi me minutash. Unë uroj që Zoti të t'jep forcën dhe ti ta realizosh ëndrrën tënde, po unë e di që nëpërmjet energjisë që ti ke dhe nëpërmjet bindjes që ke, ti do t'ja dalësh në këtë sfidë dhe këtë sfidë kanë kaluar të gjitha ato që kanë luftuar që t'ja dalin dhe shpresoj që mua ti të më telefonosh përsëri dhe të më thuash Siron që unë ja dola, unë jam e fortë dhe unë jam sot këtu pranë jush vërtet me rezultatet pozitive. Dua të them një mesazh të fundit, Tiran. Patjetër. Në momentin që unë isha me këtë sëmundje, nëna nuk e lash në vrap. Nëna ime, në atë pozicion që ishte, ne e morëm me vete. Bisetuam me motrën dhe tham, o do ikim të dyja nga shtëpia, o asnjëra. Dhe unë nënën e kam marrë me vete. Dua të jap një mesazh dhe për nënat. Unë nënën time sot nuk e kam, nuk jam pishmën për asnjë gjë, se deri në momentin e fundit kam qenë te kokë e nënës dhe ja kemi bërë të gjitha shërbimet. Por ka raste dhe ka shumë raste që moshën e tretë i lën vetëm, shikojnë jetën e tyre dhe nuk përkushtohen pas prindërve të tyre. E di ku mund ta kuptojnë ka njerëz që kanë lëshuar prindin dhe shikojnë jetën e tyre, qefet e tyre, kur nuk do t'i kenë më në jetë. Atëherë kanë për t'i kërkuar, por do jetë shumë vonë. Unë jap një mesazh që moshën e tretë përkraheni, mbajeni, nëse s'keni mundësi, i vendosni një njeri të përkushtohet, jo të lini të abandononi. Është shumë e dhimbshme. Këtë e them se kam parë shumë në rrjetet sociale, kam parë shumë në përditshmërinë time, edhe në ambientin ku unë jetoj në Vlorë, që fëmijët kanë ikur dhe i kanë moshën e tretë e kanë në vetëm. Unë di një rast në pallatin tim që ajo nuk shikon, zonja nuk shikon, nuk është e zonja për asnjë gjë, edhe vajza i thot, "Ri këtu se është shumë mirë." Kjo është shumë e dhimbshme. Unë uroj që mesazhi jot të përçohet te publiku. Unë them që ato fëmijë të cilët i mbajnë nënat i kanë dyert e çelura tek Zoti. Nëna është bekim në jetë dhe faleminderit shumë për këto fjalë të bukura Lumturi. Faleminderit ju për mundësinë. E meriton. Jam mirënjohëse. Lutem. Ishte kjo të nderuar miq zonja Lumturi dhe unë pas kësaj telefonate, në fakt jam shumë e emocionuar. Thënia që unë do ta kisha mbyllur është kjo. Nuk ka çmim në jetë që e paguan dashurinë e vëllaut edhe të motrës. Nuk ka çmim në jetë që e paguan momentin e bukur kur ti në darkë qëndron me familjen tënde. Nuk ka çmim në jetë kur nëna jote, babai yt, janë në momentin e fundit të jetës së tyre dhe ikin të buzëqeshur në këtë botë. Misioni jonë në këtë botë është të bëjmë të lumtur gjakun tën, apo siç e themi ne, barkun e nënës son.
Nuk ka gjë më të bukur se sa të kujdesemi për prindërit, të kalojmë mirë me vëllezërit, t'i duam motrat, sepse Zoti e ndau botën në fise, Zoti e ndau jetën në familje, dhe gjëja më e shtrenjtë në botë që shëron çdo sëmundje është dashuria e familjes.